sot janë falimentuar. Dhe ne duam me shpresë me programin që keni ndërtuar për bujqësinë. Duam që të ma mbështetësh dhe të gjithë merë e gjithë Shqipërisë kanë fitore për Shqipërinë madhështore të votojnë Partinë Demokratike dhe në krye Sali Berishën. Partia Demokratike parashikon që të subvencionojnë 100% barat për pensionistët. Dhe jo vetëm kaq, por barat që do të jenë në farmacitë shqiptare do të jenë barat të shpjeguar nga Bashkimi Evropian. Të nderuar kandidat për deputet të qarku të Fieri, të nderuar. Jam i bindur se nga Fieri do të nisë jona e fitores e 11 maj që do të ndryshojë Shqipërinë. Qytetar të Fierit, të Lushnjës, Divjakës, Rostovecit, Vatosit dhe Mallakastrës, mirë se keni ardhur. Ai s'ke ligjin, ai abuzon me pushtetin, ai përbuz njerëzit e zakonshëm, ai përmos vjen. Unë jam sot para jush, për të paraqitur së bashku me përfaqësuesin tuaj të ardhshëm projektin tonë. Ata zhytën në mjerim, në skambje të skajshme. Ata detyruan të qajnë me lomë të ftohta mjerimi. Gjithë e mina, burra dhe gra, të moshur, që sot paguhen me një pension në të pakët, se sa paguhen Gjermani një qenë shtëpia apo një macë shtëpie. E falë dhe të, ne do filloj nga ditë. Ka ndodhë që buka e cila ishte 400, 500